Pogradeci vijon të konsiderohet një nga destinacionet më tërheqëse turistike në vend, falë zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes së karakterit të tij unik urban. Megjithatë, bashkë me zhvillimin, poshtohen edhe sfidat që lidhen me presionin e ndërtimeve private, veçanërisht në zonat qendrore. Është nga ato pak territore deri sot në të cilat turisti gjithmonë kthehet në një pikë caktuar të vitit. Rikthehen për të parë vazhdimisht eksperienca të reja, fal kalendarit që ju keni si qytet, por dhe fal gjërave të reja që ju zbulonin turistin në territor. Sfidat që ka qyteti për presionet e zhvillimit privat për të investuar në qendër të qytetit, nisma që mund të shkatronin territorin, mund të shkatronin siluetin urban që karakterizon këtë qytet, por dhe sigurisht rezistenca apo ndjeshmëria që ka vetë nga instancat për të krijuar zhvillim, po një zhvillim i cili nuk prish bukurinë që ka qyteti. Në këtë kontekst, student dhe ekspert të arkitekturës pritet të zhvillojnë laborator studimi për të analizuar territorin dhe për të propozuar ide të reja zhvillimi. Është një seri laboratoresh në nivel projektimi arkitektonik, në nivel projektimi urban, në nivel rivitalizimit të trashëgimisë kulturore, po dhe restaurimit të saj, po dhe sigurisht arkitekturës së peizazhit për të kontribuar në qytet si pjesë e kontributit dhe nismës sociale që ka në filozofinë e vet. Këto nisma synojnë të krijojnë një qasje më të balancuar mes rritjes urbane dhe ruajtjes së trashëgimisë, duke orientuar zhvillimin e Pogradecit drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të mirë planifikuar.